Përshëndetje, përshëndetje të gjithë ndjekësit e mi të dashur. Unë sot startoj për herë të parë podcastin tim të parë, Fol o Forcë Femre, dhe në këtë podcast unë kam zgjedhur doktoresh Zerina Shemen si një ogur i mbar për ta nisur më së miri dhe për të na treguar të gjitha neve nënave në përgjithësi për problematikat që ne kemi për fëmijët tanë, por pse jo edhe vajzave të cilat dëshirojnë dhe ju uroj me gjithë shpirt që të jenë dhe të kenë fëmijët e tyre në duar dhe të jenë të bekuara me emrin nën. Jam shumë e lumtur për këtë podcast sepse ajo që ne do të diskutojmë për gjatë gjithë bisedës me doktoresh Zerinën do të jetë fokusi i alergjive. Alergjit tek fëmijët, si ti trajtojmë këto alergji, ka kura popullore të cilat vinë në ndihmë të nënave, por gjithashtu edhe të prindërve, sepse nuk dua që ta etiketoj thjesht vetëm për nënat, sepse unë e them gjithmonë edhe në rrjetet e mia sociale që fëmia është përgjegjësi e të dy prindërve. Pra, është përgjegjësi e një llojit, si e nënës ashtu edhe e babait. Kështu që ka dhe shumë baballar të cilët janë shumë të përkushtuar për fëmijët e tyre dhe bëjnë më të mirën për fëmijët e tyre. Do të diskutojmë gjithashtu pra për të na dhënë më tepër një lloj pasqyrimi më të gjerë për sa i përket fushës në të cilën doktoresh Zerina prej shumë vitesh si një pediatre tepër e talentuar dhe tepër profesionale në profesionin e saj, do të na japi sugjerimet e duhura në lidhje me trajtimet që mund t'i bëjnë fëmijëve në varësi të llojit të alergjisë, pra në varësi të moshës së fëmijës dhe pse jo, unë duke qenë se jam një përdoruse shumë e mirë e gjithë produkteve dhe bimëve natyrale, ju tashmë e dini një pjesë e mirë e ndjekësve që kanë vite që mua më ndjekin në rrjetet e mia sociale, që unë bëj dhe produkte natyrale, 100% natyrale, për kujdesin e fëmijëve. Disa prej tyre i kam marrë edhe sot, duke qenë se jemi në periudha e dimrit, që është një nga periudhat me viroza më të mëdha dhe që prek më tepër fëmijët tanë, unë kam zgjedhur që të ndaj me ju disa nga këto produkte që gjenden shumë kollaj në shtetin ton shqiptar, pra brenda Republikës së Shqipërisë, jo vetëm jashtë. Kështu që gjithë secili nga ne mund t'i ketë shumë lehtë. Unë përgjithsisht kur fëmijët e mi janë me ruf, pra kanë viroza të lehta, nuk përdor direkt ilaçe, jam shumë kundra ilaçeve. Në profesionin tim të parë jam inxhiniere kimiste dhe di shumë mirë përmbajtjen e ilaçeve, kështu që jam shumë kundra tyre. Dhe ajo që kam zgjedhur prej më shumë se 6 viteve, kam zgjedhur trajtimet dhe kurat natyrale, 100% natyrale. Unë zgjedh shumë që fëmijët e mi kur janë me shumë mukoza ose kur janë me hund të bllokuara, ajo që unë kam përgatitur është një krem 100% natyral me gjethet e eukaliptusit dhe e kam këtu, e i lyhem pak kraharorin fëmijës dhe e bën 2 ose 3 herë gjatë natës. Gjithashtu edhe gjatë ditës, por gjatë natës kur trupi është i qetë dhe gjatë ditës mund të përdoret me lehtësi më të madhe dhe nuk shkakton efekte anësore. Kam gjithashtu ju bëj infuzione të ndryshme me gjethet e eukaliptusit. Gjethet e eukaliptusit janë ndër më të mirat edhe të konsumohen edhe si çaj. Për sa i përket bllokimit të rrugëve të frymarrjes, e kam bërë në trajtën e një vaji esencial të eukaliptusit, vajin esencial të eukaliptusit, të cilin e përdor shumë pra në periudhat e dimrit, por edhe në periudhat e virozave të ndryshme, edhe në pranverë ose në vjesht, në një pajisje të këtillë, e cila mund ta gjeni kollaj, por edhe në përfundim të këtij live-i unë do t'i vendos gjitha linket këtu poshtë në YouTube. E mbush me ujë, këtu ka një filtr, pra ka një filtr të cilën siç mund ta shikoni, ky filtri lyhet me vajin esencial të eukaliptusit dhe lihet dhe programohet, pra në varësi të minutave që ju dëshironi, të ketë sprucime. Pra sprucime që dalin këtu dhe janë të lidhura
është e lidhur me anë të një kablli që vendoset në prizë dhe ndizet pajisja në butonin me touch këtu dhe ti e vendos në minutazhin që dëshiron që kjo pajisje të sprusoj avujt e eukaliptusit të cilat janë shumë të domosdoshme për zhbllokimin e rrugëve të frymarrjes, një kurë natyrale të cilën e përdor shumë herë së bashku me kremin e eukaliptusit, sa herë që fëmijët e mi preken nga viroza të shumta, duke shmangur në mënyrë kategorike kremrat farmaceutik me përmbajtje shumë të lartë të sulfureve, me përmbajtje shumë të lartë të zingut, të metalit të zingut dhe metaleve të rënda të cilat shkaktojnë shumë probleme me anë të së cilave sot po përballet bota në të cilën ne jemi për shkak të përmbajtjes së lartë të këtyre metaleve të rënda. Gjithashtu është shumë e rëndësishme që ne të jemi sa më shumë prindrit janë sa më shumë mbrojtësit, protektorët më të mëdhenj të fëmijëve dhe të dinë se çfarë t'u ofrojnë fëmijëve të tyre. Atëherë un po pres që doktoresha të hyjë. Okej, po presim që doktoresha të hyjë.
Doktoresha, përshëndetje, më dëgjon? Të lutem, hape mikrofonin sepse është i mbyllur. Në anën tënde të majt është audio dhe çekoje aty. Okej, super, tani po. Tani nuk më del me figurë. Okej, super. Përshëndetje. Mirë dita, faleminderit shumë që e keni pranuar ftesën time. Si një gur i mbar në fillim të këtij podcasti, të cilin i dedikohet 100% femrave, nënave, grave, për të dhënë sa më shumë informacion, sot më shumë se kur. Edhe pse bota online është shumë e madhe, por them që një informacion nga një doktoresh si ju me kaq shumë vite eksperiencë, do ishte shumë i vyer për të gjithë ne, nënat e reja, por edhe për gjithë nënat e tjera, të cilat dëshirojnë të marrin sa më shumë informacion. Mirë se erdhe, dashur, faleminderit. Doktoresha, ne sot do të trajtojmë një temë e cila lidhet me alergjitë. Alergjitë si mund t'i trajtojmë tek fëmijët në varësi të grup moshave të tyre dhe si janë alergjitë, sidomos në periudhën në të cilën ne ndodhemi në periudhën e dimrit. Së pari desha të thosha se çfarë është alergjia. Tek disa persona, sistemi imunitar reagon me ndjeshmëri të lartë ndaj disa substancave të padëmshme, duke i konsideruar ato si të dëmshme. Këto substanca njihen me emrin alergen. Statistikat japin 1 në 8 raste të prekur nga alergjit e formave të ndryshme. Shkaqet janë pluhurat, polenet, disa barishte, pushi i kafshëve, lulet që çelin, puplat e zojve, aromatizuesit e rrobave ose të disa ushqimeve. Gjithashtu dhe disa parazit nëpërmjet toksinave ose kapsulave kanë një përbërës të cilët mund të shkaktojnë një alergji në lëkurë në formën e urtikarjes. Shenjat janë zakonisht shfaqen në 2 forma, në ato të prekjes me rrugët e sipërme të frymarrjes, rrufa alergjike, mund të ketë të shtim, lotim të syve, kryuarje, bllokim të hundëve, ose koll e thatë lese me ngjyrje zëri. Ndërsa format në lëkurë shfaqen me urtikarje, që janë puçra të ngritura mbi lëkurë dhe që kruhen. Disa forma të alergjive ushqimore shprehen me mpirje të buzëve dhe ënjtje në fytyrë, kryesisht në qepalla, por edhe të buzëve. Doktoresha, duke ju dëgjuar me kujdes, kur është një alergji e rrezikshme që mund të rrezikojë dhe jetën e një fëmie? Si mund ta dallojmë ne si prind? Format e alergjive i hasim në pranver vjesht dhe kjo është një alergji sezonale, lidhet me rrufën stinore, është shumë e zakonshme, e thjesht, jo shumë shqetësuese dhe për ta dalluar nga kataret stinore, nga viruset, do të thosha që alergjit nuk kanë temperaturë, ndërsa virozat edhe këto kanë rrjedhje të hundëve ose bllokim të hundëve, por ama virozat shoqërohen me temperaturë. Forma më e rëndë e alergjive për të cilat duhet të shqetësohemi është shoku anafilaktik. Ky mund të ndodhi nga ushqimet, por edhe nga medikamentet, njihet kryesisht. Ndërsa shoku anafilaktik shoqërohet me zbeje, rënje dobësim të pulsit, rënje të tensionit, me ndjenjë të vjelli deri në humbjen e ndjenjave. Janë raste shumë të rralla, por që kërkojnë një ndërhyrje të shpejtë mjekësore. Zakonisht në rastin e parë nuk shfaqet shok anafilaktik.
Duhet sensibilizuar organizmi me disa alergji të mëparshme. Alergjit ushqimore njihen në të gjithë vitin. Ato të shfaqen me të vjella dhimbje barku kryesisht dhe shpesh ngatrohen me dhimbjet e barkut të ndonjë viroze apo një infeksioni të aparatit tretës. Zakonisht, 1 deri në 2 orë pasi ka ngrënë një ushqim, fëmijët e rritur, ata mbi 3-4 vjeç që din të tregojnë, vjet re fryrje e buzëve, rënje të presionit arterial dhe vështirësi në frymarrje. Pra, kjo është një shenjë që duhet na çojë tek mjeku urgjent, sepse nevojitet një adrenalina për të rritur tensionin dhe është antialergjiku më i mirë në gjendjet e rënda. Ndërsa për alergji thjeshta trajtohen me antialergjik të tipit ketotifen, cetirizin e tjerë, por cilat çdo nën duhet ta mbaj në kushte shtëpie një shirup të tillë antialergjik dhe forma më e avancuar është Syntredius, është një kortizonik me veprim të shpejtë dhe që ndihmon derisa nëna ta çojë fëmijën në ambulancën më të afërt. Doktoresha, më duhet të bëj një pyetje. Më fal, po, vazhdoni. Jo, vazhdoni, nëse përpara se të bëj pyetje. Forma kronike, këto janë alergji që të shfaqen disa herë në vit. Forma kronike të shfaqet me sëmundjen e astmës bronkiale. Medikamentet mundet që ta provokojnë mbasi fëmia ka kaluar një viroz dhe është duke marrë antibiotik të grupit të penicilinave, siç është amoksiklav, ndodh që kolla bëhet më e vështirë, shoqërohet me fishkëllima nga spazma e bronkeve. Nëse kjo situatë përsëritet shpesh herë, atëherë nevojitet konsulta me alergologun dhe bëhen analizat përkatëse për të parë nëse këtë gjë është fillimi pra i një fenomeni astmatik, forma kronike e alergjisë. Unë duhet të bëj një pyetje të tipit që një nën ma ka drejtuar në rrjetin tim në Instagram, kur bëra një ask question, dhe më tha që përgjatë gjithë vitit të parë që i kam testuar ushqimet fëmijës tim, fëmia im nuk ka shfaqur asnjë lloj alergjie kundrejt ushqimeve. Ndërkohë që tani ka 2 vjeç e gjysmë, fëmia, gjithmonë kur fëmia ha domate, gjithmonë skuqet në pjesën e rreth buzëve, në pjesën e mozave tek faqet dhe është një skuqje e cila vazhdon për më shumë se sa 2-3 orë dhe ka shkuar për të marrë një trajtim dhe i kanë thënë që nuk ka asnjë gjë fëmia. Po, ato janë dermatite kontakti, që mund të vinë edhe nga intoleranca nga disa ushqime. Shenjat e intolerancës janë të ngjashme me shenjat e alergjisë, por mekanizmi është i ndryshëm. Do me thënë, shpjegohet në mënyra të ndryshme, nuk është një intolerancë, nuk është për të shqetësuar. Ajo kërkon një ndërhyrje në aparatin tretës, në përmjet probiotikve, në mënyrë që përthithja e ushqimit në aparatin tretës të jetë më e padëmshme. Mos të ketë shregullime, pra duke filluar nga goja e deri në anus, që shkaktohet një lloj irritimi skuqe. Këto pra vijnë nga ndryshimi i aciditetit ushqimeve për shkak të antibiotikëve që përdoren për një kohë të gjatë ose për shkak të infeksioneve virusale të cilat kanë dëmtuar mikroflorën normale të zorëve. Rregullohen vetëm me probiotik. Bisedoni me mjekun e patronazhit. Zakonisht shoqërohen gjithmonë her pas here me dhënien e probiotikëve 1 deri në 2 javë.
Për provat e alergjisë pastaj, këtë e rekomandon mjeku i alergolog. Por një formull e përgjithshme e gjakut mund të jepte eozinofile pak të larta dhe IgE totale që janë antikorpet pra që prodhon vetë trupi. Nëse këto janë të larta, na orienton drejt konsultës me specialistin alergolog. Faleminderit. Doja të bëja edhe një pyetje tjetër në lidhje me pjesën e trajtimeve popullore në një farë mënyre, duke qenë sepse pas periudhës së pandemisë e kam vënë re shumë herë, edhe në rrjetet sociale, duke qenë se aty jam aktive për shumë vite tashmë, që drejtohen ose persona të ndryshëm, qoftë të profileve të ndryshme, drejtohen për mënyrat popullore të trajtimit të alergjive. A jeni ju për këto metoda popullore të trajtimit të alergjive tek fëmijët, po flasim duke qenë se është ky fokusi i bisedës? Alergjia është diçka, unë nuk di ndonjë qetësues të alergji popullor. Të alergjisë. Këto i ngatrojnë me intolerancat ushqimore dhe për të rregulluar ekuilibrin e mikroflorës normale në zor, përdoren dhe metoda popullore, çajra të tipit boronic apo diçka që vepron në aparatin tretës, kamomil, nga këto çaj mëndërze, të cilat mund të qetësojnë peristaltikën ose qetësojnë përthitjen, rregullojnë përthitjen e ushqimit në zor. Ndërsa për alergjin e mirëfillt duhet të bazohemi në metodat shkencore. Në qoftë se ka IgE totale më të lartë se 100-150, atëhere merret një shirup antialergjik, e mban kushdo në familje. Nëse të shfaq shenja të alergjisë, siç tham, me shenja në lëkurë, dhe në qoftë se këto nuk qetësohen, i drejtohemi alergologut. Po ilaçi, pra me qenë se jemi te ilaçet, duke qenë se Europa në të cilën unë jetoj është shumë restriktive për sa i përket dhënies ilaçeve në farmaci. Shurupi i alergjisë është një ilaç të cilën ti mund ta marrësh lehtësisht në farmaci pa rekomandim mjeku? Apo me rekomandim mjeku? Çdo gjë është mirë të këshillohesh me mjekun. Edhe në këtë rast, sepse duke vonuar, në qoftë se nënat asnjëherë nuk mund të vetë diagnostikojnë fëmijën e tyre, por për shpejtësi një dozë të vetme mund t'ja japin, në qoftë se mjeku ja ka dhënë një shirup antialergjik, sepse ka kaluar një situatë të mëparshme, atëherë nevojitet që t'ja japin një dozë fillestare dhe ndërkohë të këshillohen gjithmonë me mjekun. Me mjekun e familjes. Dhe diçka tjetër që lindi gjatë bisedës që unë dëshiroj që ta bëj pyetje. Nëse një nën rastisht që i ka dhënë një shurup alergjie fëmijës së vet dhe nuk ka respektuar kohën, orarin për shembull një shurup me sa unë di dhe jam e informuar në lidhje me këtë gjë, zgjat të paktën tek fëmijët, sikurse edhe një depon ose një tjetër lloj shurupi 6 deri në 8 orë. Dhe nëse ti e jep këtë dozë më përpara, domethënë kur kanë kaluar 4 orë sepse po shikon që fëmia jot nuk ka asnjë lloj përmirësimi, çfarë ndodh me fëmijën? Në fakt, shirupet japin gjumë dhe në përgjithësi nuk duhen përdorur në një interval kaq të shkurtër. Jepen një herë deri në 2 herë në 24 orë shirupet antialergjike. Nëse lind nevoja, mbani në shtëpi Sintredius. Sa kemi folur për Sintrediusin që mos e përdorni në rrufën kur fëmia është me temperaturë, aq mirë i bën dhe nuk ka asnjë efekt ansor në qoftë se e përdorim në një rrufë, në një kollë spastike kur fëmia nuk ka temperaturë, sepse
dyshohet që mund t'jenë shenjat fillestare të një alergjie. Përdoreni pa problem si një etap të dytë. Do me thënë, në këtë intervalin, çdo 12 orë të shirupit antialergjik, mund të përdorim Syntredius. Është një kortizonik me veprim të shpejt antialergjik dhe për këtë është prodhuar. Përdoret vetëm në situata alergjike, jo në viruse, sepse je fuqi virusit. I përmirëson shenjat, por kthen recidivat. Së muret prap më shpesh. Për të bërë një retrospektiv të viteve, duke qenë se ju keni shumë vite në profesionin tuaj të nderuar të mjekut, si ka ndryshuar kohërat sot, krahasuar me vitet e mëparshme për sa i përket për kujdesit, për sa i përket informacionit, për sa i përket disponibilitetit që kanë prindrit e sotëm në krahasim me vitet e kaluara? Çfarë do të thonit ju? Për kujdesja është tuar, medikamente ka më shumë, mundësit janë, dhe mirëqenia është rritur, por edhe ajri është më i ndotur, vetë smogu, vetë do me dhe mbajtja e kafshë shtëpiake është kthyer në modë. trend. Po. Janë shumë të mira, por në qoftë se është alergjike, nga pushi i kafshëve, në qoftë se kjo shprehet me skuqje të syve, me lotim të syve dhe me një rrjedhje të hundve apo shenja të tjera të alergjisë, atëherë unë mendoj që zgjidhja më e mirë është që të mos e mbaj kafshën. Ndalojnë, po, të mos e mbajnë. Ndalojmë duke një në 8 raste është një frekuencë e shtuar, më duket, mua në krahasim me para 50 viteve. Mirë po, kjo gjë duhet marrë në konsiderat për të qenë më të vëmendshme, nënat të kuptojnë sinjalet e fëmijës. Në qoftë se shfaqen shenja të alergjisë, të këshillohen me mjekun, ose bëhen vaksina desensibilizuese, ose largohet macja apo qeni nga shtëpia. Largohet kafshë shtëpiake. Po, është më mirë të parandalojmë se sa të kurojmë, them unë gjithmonë. Është dhe një gjë tjetër shumë e rëndësishme në botën në të cilën ne jetojmë dhe në gjithë këtë ndryshim të madh që ka ndodhur, sidomos pas periudhës së Covidit. Në Shqipëri shikohet rëndom, sepse në vendet e tjera ka kufizimet e duhura, por në Shqipëri shikoj shpeshherë doktoresha që influencerë të caktuara i japi rekomandime ilaçesh. Një gjë e cila për sa i përket shkollave që unë kam bërë këtu jashtë, për sa i përket rregullave që duhet të ndjeki dikush për të dhënë një rekomandim, nuk mendoj që njerëzit të influencohen thjesht nga rekomandimet e influencerave pa qenë në profilin e dur si profesionist. Gjë e cila është shumë e gabuar kjo pjesë. Si e shikoni ju këtë, sepse po bëhet shumë trend kjo gjë. Influencer rekomandon filan ilaç, tjetri shkon e blen filan ilaç. Ka që thjesht jo vetëm, por në moshat fëminore, këshillimi online është vetëm në drejtim të orientimit se ku duhet shkoj, po gjithmonë nuk e anashkalon mjekun e familjes. Mjeku i familjes është ai që të din kushtet e banesës, të din gjithë anamnezën familjare dhe personale, gjithë sëmundjet që ka kaluar, janë depozituar në një dosje. Dhe kontakti i parë duhet të jetë patjetër me mjekun e familjes. Do të veçoja këtu alergjit nga pickimi i bletës ose i grerzës. I grenzës, po. Nëse ndodh një herë dhe të shfaq shenja të një shoku anafilaktik, do me thënë humbet ndjenja dhe ke vajtur urgjent në spital, duhet kesh frikë se jeta është e gjatë dhe mund të ndodhi përsëri, prandaj është e nevojshme të bëhet desensibilizimi. Vaksinat desensibilizuese rekomandohen
në të tilla raste, por rekomandohen edhe në rastet e astmës kronike. Si funksionon? Desensibilizimi konsiston në futjen e dozave minimale progresive të alergenit, duke shkaktuar një ndryshim të reaktivitetit të organizmit ndaj alergenit me prodhimin e imunoglobulinës G në vend të asaj IgE, që tha më lartë, imunoglobulinës E. Kështu zbehen shenjat e alergjisë dhe shmangim krizat, ose kemi kohë nëse herë tjetër na pickon grerza, të marrim masa dhe organizmi reagon më butësisht ndaj alergjisë. Edhe pickimi ndaj merimangës së zezë. Është Edhe po, ndaj merimanga merimangës pastaj së zezë. ka një efekt toksik që shkakton një koagulim të diseminuar. Është vetë toksina, nuk është thjesht mekanizmi alergjik, por është mekanizmi toksik, duke dëmtuar të gjithë kapilarët dhe të shkakton mikrotromboza. Ju, doktoresha, e ofroni shërbimin online të konsulencave pediatrike? Po, përderisa ekziston mundësia, por duke zgjedhur gjithmonë personat kompetent. Dhe do të thosha që ajo çfarë thuhet online është një këshill. Nuk, siç e tha më parë, nuk e përjashton mjekun e familjes. Nëse nuk je i kënaqur nga mjeku i familjes, mund të çosh dosjen në një mjek tjetër familje, por asnjëherë nuk mund ta shmangim këtë gjë. Këtu mund të marrësh informacion online, informacion të detajuar, interpretim të analizave, të jepen mundësit ose opsionet kryesore, 1, 2, 3, dhe pasi e ke këtë bagazh informativ, je më e qartë për të diskutuar me mjekun e familjes, nëse, për shembull, është harruar diçka, sepse mjekësia nuk është shkencë eksakte, dhe çdo njeri është një individ Që interpreton në unik. mënyra të ndryshme. Ka disa gjëra që e kalojnë atë vjeçën, atë mundësinë që mund të jenë shumë të rralla, po duke u konsultuar me mjekun e familjes, mund të orientoj drejt një analize e cila zbulon dhe shkakun. Nëse evidentojmë shkakun, gjejmë dhe mundësinë për ta kuruar. Asgjë sot nuk kalon. Kemi mundësinë po për ta trajtuar. Kemi mundësi për ta trajtuar, shumë e Është drejtë. një gjë shumë e mirë kjo pjesë, sidomos kur ke qenë se jam një person që e vlerësoj shumë profesionalizmin e individëve dhe mënyrës se si ato inkorporohen sidomos me pjesën e botës online, duke qenë se është ajo e cila do të na ndjeki në të gjithë të ardhmen tonë të mëvonshme me gjithë zhvillimin e teknologjisë që ka ardhur sot. Gjithmonë e vendos teksin tek të zbatuarit dhe tek të paturit prioritet, dijen dhe shkencën dhe tek profesionalizmi i vërtet. Sepse sot, jo më kot unë kam zgjedhur me ju bisedën e parë, sot unë kam parë shumë nëna të cilat kur bëra këtë pyetje, kam dërguar edhe pyetje që i bënin ChatGPT-s duke marrë informacione nga ChatGPT-ja për trajtimin e fëmijëve të tyre, që është një gjë shumë e tmerrshme për të respektuar vendimi gjithë secilit, po për mua në aspektin njerëzor dhe në aspektin e një formimi profesional nuk do ta zbatoja kurrë një gjë të tillë mbi fëmijën tim, sepse nuk mund të luhet me jetën e një fëmije. Dhe fëmia vet nuk mund ta mbrojë dot veten, që është shumë e rëndësishme kjo gjë për tu transmetuar. Po, shumë e drejtë. Është një gjë shumë e tmerrshme që unë e shikoj që po e bëjnë rëndom në botën e sotme. Ju jepni, unë më poshtë pasi të përfundojmë live-in, jepni konsulencat tuaja në Instagramin tuaj, e cila kam disa vite që ju ndjek, dhe kjo është një nga arsyet kryesore përse jeni ju sot e ftuara e parë e emisionit tim.
Doktoresha, unë dua t'ju falenderoj shumë për të gjithë kohën e marr për ditën e sotme dhe për të na treguar më tepër se si nënat e reja, por edhe nënat e tjera ose vajzat e reja që duan të bëhen nëna, të kenë në vëmendjen e tyre të gjitha këto informacione të nevojshme, të domosdoshme, që gjithë secilës na nevojitet për të reflektuar mbi një situatë të cilën gjithsecila nga ne ose ka kaluar ose mund ta kaloj ose është duke e kaluar me fëmijën e tyre, mbi pjesën e alergjive dhe konceptit alergji dhe intolerancë ushqimore që shpeshherë, edhe sikurse ne diskutuam, kjo gjë ngatrohet shumë. Ngatrohet shumë dhe pastaj duke u ngatruar kjo gjë dhe mënyra se si t'ia shpjegon mjekut, fillon dhe të krijon atë lloj konfuziteti në trurin tënd. Të paktën për sa unë kam parë në shtetin spanjoll në të cilin unë jetoj, mjekësia është vërtet në nivele shumë të larta dhe mënyra se si tregohet kujdesi mbi fëmijët është një gjë e cila të pyetet në detaj kur vete si në urgjencë, por dhe kur vete me takim tek mjeku dhe asnjëherë nuk rekomandohen këtu gjëra të cilat ti nuk mund t'i marrësh dhe të vesh të marrësh në farmaci pa të t'i dhënë mjeku i familjes dhe pa u rekomanduar në fillim tek ai dhe për treguar gjithë historikun si ka ndodhur zhvillimi i kësaj alergjie mbi fëmijën tënd. Për ta përmbyllur, keni një mesazh që mundet i drejtoheni si një mesazh sensibilizues të gjitha femrave, sepse ky është një podcast i drejtuar vetëm atyre. Po, të përmbahemi tek tema që kishim sot, kam një këshill, shmangni përdorimin e ushqimeve që përmbajnë alergen. Jo vetëm fëmijët që janë alergjik, po edhe çdo moshë, ngjyrusit sintetik, ushqimet e procesuara, aromatizuesit e mjedisit mund t'jenë faktor shpërthyes. Gjithashtu, çokolladat shumë rrallë mund t'ja jepni fëmijës sepse është faktor shpërthyes i këtyre çrregullimeve. Tek moshat më të rritura, tek adoleshentët që përdorin gjel ose substanca kimike, tek flokët mundet që të shkaktoj një fenomen tjetër duke u marrë në doza të përsëritura, pra të japi ato dermatitet, të acaroj lëkurën dhe për të gjitha këto nëna duhet të jenë të vëmendshme të kapin çdo sinjal të trupit të fëmijës. Shumë të falenderoj për të gjithë kohën tuaj dhe ju uroj më të mirat në punën tuaj të nderuar që bëni çdo ditë duke na dhënë informacione dhe duke na dhënë këshilla për mënyrën se si ne duam t'i trajtojmë në mënyrë më të mirë fëmijët tanë. Të falenderoj. Faleminderit dhe ju për ftesën. Mirupafshim, gjithë të mira.